Kardinalët katolikë që u takuan në Rom të hënën vendosën që më 7 maj të nisë konklava apo procesi për zgjedhjen e pasardhësit të Papa Franceskut, njoftoi zëdhënësi i Vatikanit Matteo Bruni. Kardinalët do të marrin pjesë në një meshë solemne në Bazilikën e Shëmpjetrit, pas së cilës do të mblidhen në Kapelën Sistine dhe përmes votimit të fshehtë do të mund të votojnë për zgjedhjen e papës së ri. Në këtë proces, kardinalët që janë nën moshën 80 vjeçare mund të votojnë për kreun e ri të Kishës Katolike Romake. Pas caktimit të datës për nisjen e konklavës apo këshillit të fshehtë, kardinalët që udhëheqin departamente të rëndësishme në Vatikan dhe diogjeza në mbar botën do të nisin të mblidhen në Rom. Emërimi i një pape mund të bëhet vetëm nga kardinalët. Sipas të dhënave të Vatikanit, nga 252 kardinal, 135 prej tyre janë kardinal votues në moshën 80 vjeçare. 108 nga këta kardinal me të drejtë vote ishin emëruar nga Francesku, 22 nga paraardhësi i tij Benedikti i XVI dhe Gjon Pali i II.